Nëse ju mendoni që Albini në rënë, kur merr më pak, veç më radikal është. LDK-ja dhe PDK-ja po thonë që na nuk kemi vijat kuqe me askon. Që ky njeri që po thotë nuk kam siguresa, apo mendojnë që ka ndrua Albinia? Apo mendojnë që Albini në rënë mas zgjedhjeve? Çka nëse Albini merr 57? Çka nëse Albini merr 33? Çka nëse Albini merr 45? A jemi tu fol për sasi? A jemi tu fol që ka ndrua Albini? Se nëse ju mendoni që Albini në rënë, nëse ju mendoni që Albini në rënë, kur merr më pak, veç më radikal është. Në kohën kur ka marrë mas pakti, 42%, 9 muaj e ka marrë kuvendin edhe shtetin e bllokuar. Sa më shumë që merr, më e relaksum. Sa më pak që merr, LDK-i ka pas, jo që do të më ditë LDK-ja. LDK-ja i ka pas 25, këta i kanë pas 26, në zgjedhjet e 2019-s. Kanë hinë qeverisje bashkë. Kanë qenë thume tuja se të barabartë. Gjys për gjys qeverinë. Çfarë sigurisë ka pas edhe ti ka shkarku. Po këta nuk e kanë hallin aty. Këta kanë hallin me marrë sa më shumë pushtet. Këta kanë llogari që Vjosa Osmani i bën dëm Albin Kurtit. E kime i pa që ky është zotim jam i publik. Varet çfarë vendos populli. Po le të supozojmë që populli vendos që Albin Kurtit ja jap mundësinë mi kriju qeverinë pakta. Ka mi kriju qeverinë pakta. Edhe kanë mja votu presidentin. Se këna jemi shku në zgjedhje për shkak se u prish Albini me Vjosën. Jo pse u prish Vjosa me Albinin. Se Vjosa s'po lën gjopa i thonë. Po thonë ka refuzuar Albini gazin amerikan, edhe o dole ka mbrojt refuzimin e gazit amerikan. Edhe tash po thotë ka shku me Rusi. E ç'është ti do me shku unë në qeveri me dikon që mendon që është me Rusi, nuk shkoj. Bile edhe më afër, edhe kriteret i kam edhe më tulta. Kur i thom dikuj autoritar, kur s'keni me mpa të qeverisë. Kundërshtar politik, po. A mu nuk ka koalicion me njëri që është një demokratik. Atëherë Dardan pra një pyetje për ty. Domthon ti je i thari qëndrimit që deri në momentin sa rëzohet Albin Kurti prej pushtetit, ne nuk duhet bëjmë bashkëpunim me të, pra duhet ta çojmë vendin në një cikël zgjedhjesh pafund. A je i këtij qëndrimi? Unë kom ftu opozitën në kakjo studio dhe i kom thonë, mos negocioni dhe mos u takoni me Kurtin fare, sepse Kurti ka për synim t'i ketë të gjitha institucionet në kontroll. Dhe i kom thonë, mos hini në beteja, pastaj në studio tjera, sepse ai do t'i ndroj disa herë pikat e strategjisë. Dhe edhe të kandidati pa mvarën, s'kom pas asnjë informat, po e një mjaftueshëm për me di që e bën ta. Çka boni opozita? Konsideroj që duhet më shku në takime. Shku në takime. Aje nuk u morën vesh për kandidatin konsensual, e qiti glaukun. Këta thanë, ti po dënë veç për veti. Shkoj që është janë gjykat kushtetuese, pedeni u murë vendimi. Dhe, shku në takim, i thëshin, ana tash ti ndjeve kandidatin për president. Ti thike zbën, ana neve, thike, na po dojmë të unë. Kuj thani, po, që propozën ju tremne, na nuk t'i propozojmë se ti zbën. Në regull. Që piqesën do pavarëm, tha, jo, apet zbën, apet në regull, pja falju në opozitës dhe i këto. E tash, po shkojmë zgjedhje, se s'ki dash me propozu kandidat vetë, që si ja ki pranu kandidatin e Albinit, krejt po t'i pranoj që e ki pas mirë. Unë s'pajtona po që krejt. E tash apet po më thu, mas krejt që sa i luje që t'i ki me zgjedh president me Albinina? E fundit për apo dhe apërmenja që ka ndrua Albinia interesa?